Festivali i 6 i filmit artistik me pjesëmarrjen e filmave të Kinostudios Shqipëria e Re dhe Televizionit. Të shija që parë duke hedhur farën dhe mendoja. Fara bie në tokë dhe humb. Duket sikur do kalbet. Po ja pa kaluar shumë kohë del skalloj i ri dhe ara bëhet si det me val. Sa punë e bukur. Po më flet sikur s'di si dhe farë. Nuk di. Di. Ajo farë që ke mbjell zotrote është qështë. Pa këtë punë e bën kushdo. Ma njeti mo? Të njëj gjithë vëndi. Të njojmë mësus. Të njojmë e të duam. Mua më kanë besuar jetën tënde. Ti je njeriu që ke vrarë Resatin. E pastaj? Çfarë se kanë vrarë Resatin? Çfarë ndryshoi pas vrasjes së tij? Nuk e shesh po bëhet? Mos u bëj me. Ja ku e kam shoku. Qetësoj vetëm. Miru bashkë. Jo, mos I zbut gjërat. Shoku të rast të tha prerë. Qëro, shko në mal ose ku duhesh. Ne do ta meritonim emrin e lartë komunistit. Në qoftë se në të çaste të vështira, do të fshiheshim që të mbronin kokën. Partia jonë lindi në luftë dhe do ta përballoj luftën me tërë vështirësitë edhe pasojat e saj. Do të kërcejmë gjithë natën. Hajde!
sigurisht për ty. Njeriu duhet di si t'i etapat në jetë. Jeta nuk është 1 apo 2 apo 3 vjet. Ilir, mua më vjen shumë keq, beso. Por ti një gjë duhet ta kuptoje me kohë, Ilir. Që thjesht për mua dhe jo për ty, babai donte që ndihmonte. Unë do të harroj gjithçka të bukur që kam kujtuar se na lidhte bashkë. Sepse ky ishte vetëm iluzion. Vetëm gënjeshtër. Ti ke dashur vetëm dukjen time. Të ardhmen e bujshme që ke menduar për mua. Dhe pikërisht tani, që u ndodhem në një çast të vështirë, ti tërhiqesh. Mos ke frikë. Nuk do të svaritem kur pas teje. S'më do. Të dua. S'më do. Të dua. E bëjmë pas natën motivin ton. E bëjmë. Unë do të vi për dritares edhe do të fishkëllej. Dhe unë pastaj do zbres.